5 histori të vërteta pas logove të studios Hollywoodit. Përshëndetje të gjithëve. Kur jemi në kinema ose në shtëpi duke parë filma, zakonisht duhet të kalojmë hapjen me logon e kinostudios. Këto logo kanë një histori shumë interesante pas tyre, por pothuajse askush nuk e ka menduar ndonjëherë se si janë bërë ato. Për shembull, a e dini se çfarë mali përshkruan logoje Paramount? Sa hyjere thojnë atë? Pse janë atje? Çfarë është me kështjellën Walt Disney? Pse djali po peshkon në logon e DreamWorks? Jeni të intriguar tashmë? Pastaj reagoni ndërsa ne ju tregojmë historinë e logove më të famshme të studiove. Le të fillojmë. DreamWorks. Një ditë, në vitin 1994, 3 njerëz të shkëlqyer u bashkuan. Regjisori Steven Spielberg, drejtori Disney Jeffrey Katzenberg dhe producenti muzikor David Geffen. Ata vendosen të krijonin një studio të re filmi që tani njihet si DreamWorks. Ne e lidhim emrin e kompanisë me djalin e peshkimit në logo, po, atë që ulet në ën. Por ideja origjinale ishte në fakt pak më ndryshe. Fillimisht ata po kërkonin një imazh të krijuar nga kompjuteri të një njeriu që peshkonte nga hëna. Por artisti i efekteve vizuale, Dennis Muren, i cili në atë kohë punonte së bashku me Spielberg, këmbguli që ta bënte logon me dorë. Kështu ata i kërkuan ilustruesit të Robert Hunt ta vizatonte. Punë të thirrë për të ekzekutuar imazhin përfundimtar, mbi të cilin u bazua versioni i lëvizjes. Ati u deshën 3 muaj për të përfunduar logon e fundit të lëvizjes me djalin, duke peshkuar nga ana. Spielberg e pëlqeu këtë version dhe vendosi ta përdorë atë për kompaninë e tij të re. Nga rruga, djali i ënës është William Hunt, djali i ilustruesit. Paramount Pictures u krijua në vitin 1912 nga Adolf Zukor, një investitor filmi dhe vëllezërit Frohman, manjat të teatrit në atë kohë. Fillimisht, studio mori një emër tjetër, Famous Players Film Company. Logoja e famshme e Paramount Pictures tregon një maj malore madhështore të mbuluar me borë dhe të rrethuar nga një unë azyesh. Ajo krijuar nga ilustruesi William Hodgkinson, i cili bazoi punën e tij në malin Ben Lomond në Utah, ku kaloi fëmijërinë e tij. Logoja origjinale kishte 24 yje, një për çdo yll filmi që në atë kohë kishte një kontratë me studion. Megjithatë, në ditët e sotme ka vetëm 22 dhe askush nuk e di pse. Përfundimisht, logoja ndryshoi pak. Tani, si rezultat i zhvillimit teknologjik, në vend të figurës origjinale të malit, ne shohim një imazh të krijuar nga kompjuteri. Columbia Pictures. Kjo logo e famshme, që përshkruan një grua duke mbajtur një pishtar, një simbol i Amerikës, u krijua në vitin 1924. E tregonte një zonjë të veshur me një flamur të shëbas dhe duke mbajtur një pishtar. Nuk ishte re në sfond dhe balli gruas ishte i mbuluar me një shami, duke shumë primitive dhe gjithë fotografia i ngjante më shumë një skice. 6 vjet më vonë, logoja u përmirësua. Zonja u bë më elegante, i preu flokët dhe humbi mbulesën e kokës dhe flamuri tani mezi dukej. Shkrimi tani ishte ndryshe. Shkronjat ishin më të mëdha dhe shkrimi dukej pas vajzës. Po gjëja më e rëndësishme ishte se sfondi zbrazët tani ishte i mbushur me re dhe pishtari nuk dridhej apo vezullonte më, por shkëlqente pa probleme. Në vitet e ardhshme, logoja ndryshua pak dhe u shtua fjala Pictures, por pamja tashmë klasike e logos u krijua në 1993, pasi Columbia Pictures u ble nga Sony. Logoja është rilyer në mënyrë digjitale nga artisti i New Orleans, Michael Diss. Ai punësoi Jesse Joseph si modele për logon. Diss vendosi që flaka të mos ishte aq e ndritshme dhe që logoja të fokusohej kryesisht tek vajza. Prandaj ajo rivizatua, me elegante dhe e butë se kur më parë. Më në fund, në vitin 1996, animacioni u ndryshua. Së pari, ju mund të shihni pishtarin dhe më pas pjesën tjetër të figurës. Gjithashtu, gjatë hapjes, mund dëgjoni një melodi të shkruar nga Jonathan Elias. Goldwyn Pictures, Metro Goldwyn Mayer. Në vitin 1924, tekshkruesi amerikan Howard Dietz krijoi një logo për Goldwyn Pictures, që përshkruante Luanin në Leo duke zhurmuar. Kështu filloi historia e Luanit. Gjatë viteve, të paktën 7 Luan kanë luajtur Luanin. Luani i parë ishte Slec, por logoja ishte pa zhurmë, kështu që Slec ishte atje vetëm për dekorim.
Tjetri Jackie ishte i pari që vrumbulloi, megjithse filmat ishin ende të eshtur. Zhurma u regjistrua me pajisje speciale dhe në çdo kinema vendose një gramafon pas ekranit për të riprodhuar zërin gjatë hapjes. Pastaj erdhën dy të tjerë, Telly dhe Coffee, por ne nuk dim shumë për ta. Pastaj ishte Tannery, i famshëm për manet përsosur. Më në fund, në vitin 1957, studia xhiroi logon me luanin e saj më të famshëm, atë që të gjithë e njohim që nga fëmiria. Ai quhet Leo, dhe ai është ende ai që shohim sot në logo. Nga rruga, asnjë luan nuk u dëmtua në set, kështu që mos i besoni tash themeve të trasha. Nëse dikush ju tregon një foto për dëshmuar të kundërtën, vetëm dijeni se ajo është e reme. Kompania Walt Disney, ashtu si Warner Brothers, Columbia Pictures dhe shumë kompani të tjera, The Walter Disney Company u themelua nga dy vëllezërit, Walt dhe Roy Disney. Kjo ishte në vitin 1932. Fillimisht ishte një studio e vogël filmash, por u rit pak nga pak dhe përfundimisht u bë një nga studiot më të mëdha të Hollywoodit. Në ditën e sotme, ajo ka 11 parqe tematike, 2 parqe ujore dhe disa rrjete transmetimi. Logoja e Disneyt është e famshme në mbar botën, por jo shumë e dinë se çfarë përshkruan në të vërtetë kështjella. Kalaja quhet New Swanstein ose kështjella e re e Swanston. Është një pallat i rilindjes romane të shekullit të 19 në Bavarinë Perëndimore, Gjermani. Ishte prototip për logon e Disneyt. Përveç kësaj, ishte prototipi për kështjellën me temën e bukuroshe së fjetur në Disneyland, Paris. Por logoja dukej kështu deri në vitin 2006. Më pas ajo zvendësua nga një logo krejtësisht e re, 3D e gjeneruar nga kompjuteri, e krijuar nga studioja Veta Digital, e bazuar në një kështjellë tjetër të Disneylandit, Kalaja e Rushës, e cila përdori Chateau de Chaumont-sur-Loire si prototip. Logoja e re u shfaq për herë të parë në premierën e filmit Piratët e Karaibeve, Arka e të vdekurve. Faleminderit për shikimin. Ju lutemi pëlqejeni dhe shpërndajeni videon në rrjetet sociale, dhe ne do të kthehemi sa më shpejt që të mundemi.